Aspekti i parë ka të bëjë me vetë përmbajtjen e davetit, me vetë përmbajtjen, domethënë vetë me thelbin e saj. Këtë më së bukuri na tregon porositë dhe sugjerimet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ja ka ofru Muadhit radiallahu anhu në momentin kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi Muadhin dhe e delegoi që të shkon në Yemen. Kur u përgatit dhe e zgjodhi pejgamberi sa Muadhin që të shkon ai si thirrës dhe misionar i Islamit në Yemen, atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Muadhit, filloi kështu, i tha, e para tha, të porositi dhe të informoj se ti e duke shku tek një popull që më herët ata kanë besu në ehli kitab, janë idhtar të librit. Domethënë më herët kanë besu dhe kanë informacione nga librat e shenjta të Tevrati dhe Injili. Andaj ke konsiderat të jashtëzakonshme përballë këtyre njerëzve, nga se ata janë nga kjo shoqëri. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, puna jote e parë, projekti i parë që ti kemi i thirr ata dhe kemi provu me i bo ata me pranu thirrjen tonë, është kemi i thirr në besimin në një Zot. Kemi i thirr në adhurimin e drejtë në Allahun te barekuhu ve teala. Nëse ata këtë e pranojnë, e kuptojnë, atëherë kalojmë në fazën e dytë. Tha, nëse ata këtë e pranojnë, atëherë tregoju atyre se ata gjatë ditës dhe natës, brenda 24 orëve, kanë obligim me falë 5 herë namazin. Nëse edhe këtë ata e pranojnë, vinë deri në atë shkallë që kanë me e pranu këta, tha, atëherë ti tregoju atyre se ata një herë në vit e kanë obligim nga pasuria e tyre të ndajnë zakatin 2.5 dhe ai zakat tu afrohet të varfërët e tyre. Në fund ja e japi edhe një sugjerim të rëndësishëm, tha kujdes o Muadh, mos shko me marr pjesën më të mirë të pasurisë së tyre. Që i bie nëse ata në momentin kur ata do të thotë janë bo musliman, e adhurojnë Allahun një, kanë filluar me fal namazin, kanë ardhur deri në atë gjendje dhe në atë vetdije të duhur që tani dëshirojnë edhe zakatin nga pasuria të pasurit me nda, dhe ai zakat u kthehet të varfërët e tyre. Ai domthonë zakati mbetet në shoqërinë e tyre, në popullin e tyre. Atëra i tha kujdes, tha, mos shko me marr pasurinë më të mirën që e kanë. Tash këtu për shiquesit që të jemi të qartë, fjala vjen nëse një njeri për shembull po e zojmë ka pas dhan, dele. Atëra ti mos shko me marr, mos shko edhe po e zojmë ai sasia e zakatit që duhet të ndan fjala vjen 3 apo 4 dele. Ti mos shko me i marr ato që kanë më të mirat, më të mëdha. Po gjeja atë çka është më mesatare, nga se njeriu pa marr parasysh edhe kur vendos me jap zakatin, nga sa është pasuria e tina, dhe ti ke të drejtën me marr atë hise që ai detyrohet me nda, po ti prap mos shko me marr më të mirën se mundet më lëndu. Nga se ajo dëshira dhe dashuria e njeriu për me pas pasuri është dashuri e natyrshme. Është dashuri e natyrshme. Mirë, po pejgamberi alayhisalam edhe këtu tregoj kujdes. Po, kujdes, do të thotë mos lëndohen njerëzit. Edhe pse ti e ke drejtën, ti me të drejtë. Sa ai nuk është ajo pjesë e zakatit fetarisht konsiderohet që nuk është hisja e tij. Ajo është hisja e të varfërve. Mirë, po prapë edhe këtu të ketë një elegancë, edhe të ketë një kujdes të jashtëzakonshëm. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja japi gjitha këto sugjerime Muadhit, të cilin e delegonte për në Yemen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tërë kohën e sugjeronte, sikur e sugjeronte që ta ketë parasysh gradualitetin.